Zjarri i rënë që prej ditës së djeshme në landfillin e Elbasanit është një tjetër provë se si vjedhja e ngritur në sistem po i kushton qytetarëve, jo vetëm në financa, por edhe në shëndet dhe në siguri jete. Në vend që mbeti të digjeshim pak metra më tutje në inceneratorin që ka kushtuar jo pak, por 26 milion euro dhe që qytetarët e paguajnë nga taksat e tyre, pikërisht për këtë qëllim, zjarri i cili duket se ka dalë jashtë kontrollit, përveç se akuzë për një qeveri të korruptuar që nuk kalon gjë pa bërë, tashmë po helmon gjithë Elbasanin. Inceneratori i Elbasanit, që nga ndërtimi i tij në vitin 2017 nuk ka ndjegur asnjë ton plera dhe nuk ka prodhuar asnjë kilovat energji, por para po djeg pafund. Vitin e kaluar, një kompani e afërt me Edi Ramën fitoi tendrin e shpallur nga kompania shtetërore Eko Elb për menaxhimin e mbetjeve në landfill me vlerë 400.000 euro, duke favorizuar jo pak nga llatja i Elbasanit. Zjarri në landfillin e Elbasanit nxjerr në pa nevojën emergjente që Edi Rama kishte në këtë qytet për të vjedhur vota. E pra, duket qartë se Sara e Suel Qelës, Olsi i Vetingut nuk do të bëjnë gjë tjetër, do të jenë garancia e vjedhjeve dhe mbulimi i skandaleve në qytetin e Elbasanit. Ashtu siç është edhe tymi i landfillit, një që prej 2 ditësh po helmon familjet e këtij qyteti. Ky zjarr toksik është edhe kujtesa e hidhur se kur zgjedhjet janë fars, askush nuk mban llogari. Jemi në ditën që askush nuk kërkon më llogari. Partia Demokratike është i vetmi zë. Ju falemnderit.